Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në këtë edicion informativ. Mirëmbrëma, ndërtitullit kryesor të revistës televizive do të ndiqni. Rinumërimi i votave të qarkut të Tiranës do të kërkojë kohë. Administrata e KQZ-s ende në kërkim të vendit ku do të kryhet procesi. Ekspertët deklarojnë se mund të sjellë ndryshime në renditjen e kandidatëve. Të huajt poshtojnë interesin për të investuar në Shqipëri, fokusohen tek pronat e palueshme dhe sektorët e mineraleve dhe energjetikës. Holanda, Italia dhe Turqia shtetet nga vinë më së shumti investitorë. Është kremtuar sot Kurban Bajrami, mira besimtar falin namazin, mbushin xhamit, përcjellen mesazhe për paqe, por dhe thirrje drejtuar rinis. Mos e braktisni vendin, uron edhe politika. Shqipëria në lupën e gigantit të filmave Hollywood, përfaqësues të industrisë së filmit amerikan eksploruan për 7 ditë qytete të ndryshme, interes për xhirime në pjesë të historisë antike dhe historisë së re që po ndërtohet tani. Silvinjo mban konferencën e fundit për shtyp përpara sfidës me Serbinë, u stërvitëm intensivisht për 5 ditë me radhë, kemi lojtarët më në formë, shpresojmë të jetë një ndeshje e bukur për Shqipërinë, ka deklaruar braziliani. Kjo është revista televizive, nisim tani më gjërësisht. Vendimi për të rinumëruar të gjitha votat e qarkut të Tiranës ka vënë në lëvizje administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por ky proces nuk do të nisë menjëherë, kjo për shkak se nevojitet koha e nevojshme për zgjedhjen e më pas edhe bërjen gati të sallës ku do të bëhet ky proces. Dhe pikërisht Radio Televizioni Shqiptar ka marrë mendimin edhe të ekspertëve, të cilët kanë deklaruar se do të jetë për herë të parë një rinumërim i plot i votave të një qarku. Me interes do të pritet edhe vota e kandidatëve brenda partive. Rinumërimi i të gjitha kutive për partitë dhe kandidatët në Tiranë nuk do të nisë me estimeve dhe të zbulojnë magjinë që Korça ka për të ofruar. Kemi mbritur në mbyllje të këtij edicioni informativ. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Natën e mirë.